Përshles, si jeni? A jeni mirë? Si shkoni? Mirë, faleminderit. Si e kaloni? Si u ecën? Më tha, isha tek dyqani Mishit. Më përpara tha, sot tha e kemi ndodha që të kemi tregun e përparshëm vetëm ditë festash, kurse ditët e tjera tha, kurse atëherë kishim si ditë festash. Prap do e kthej. Të garantoj që do e kthej, sepse do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka njëherë që ju të keni një barë fiskale më të urtë. Do ulim çmimin e energjisë, do e shojmë në 1/3, jo, 1/3 është 18 lekë, do bëhet 6 lekë. Do përgjysmojmë çmimin e ujit. Do i dhem kufi bashkit, nuk do mund të vendosin taksa mbi biznesin e vogël në shumë se 1% të kliros. Sot ato vendosin 8-10% të kliros. Po, sa do të bëhet? Kështu që do e rikthejmë dhe njëherë shpirtin e iniciativës shqiptarëve, i cili është ka më të fuqishtit, më të fortit. Me 11 të gjithë bashkë, fitore. Faleminderit shumë. Mirë dita. Si je? Si shkon? Si te